Horoskopi I ditës 13 nëntor. Paratë dhe fatet po ndryshojnë për këto shenja. Pas 12 nëntorit, energjitë fillojnë të lëvizin në mënyrë krejt tjetër. Disa bariera që kanë qëndruar për muaj të tërë po thyen, dhe universi po sjell mundësi që si prisje. 13 nëntori është dita kur paratë, fati dhe takimet e papritura vijnë si përgjigje ndaj qëndrueshmërisë tënde. Ky është momenti për të besuar më fort, për të vepruar me bindje dhe për të ndjekur shenjat që universi po të dërgon. Sot, çdo vendim I marrë me besim mund të ndryshojë drejtimin e jetës tënde. Dashi, sot është dita për të bërë një lëvizje që e ke menduar prej kohësh. Një mundësi e re pune ose një ide që e ke lënë pezull mund të sjellë përfitime të menjëhershme. Paratë që prisje vonojnë pak, por lajmi I mirë është se ato do të vinë. Mos e humb durimin, sepse çdo gjë po përgatitet për ty pas skene. Në dashuri, një bisedë dhe që të rikhthen harmoninë dhe ngrohtësinë që mungonte. Sot mos e haro. Universi po të mëson të mos ndalosh përballë vonesave, sepse çdo gjë që vjen vonë, vjen më e qëndrueshme. Demi, 13 nëntori të vjen si frymëmarrje pas lodhjes së ditëve të fundit. Në punë, një propozim që se prisje mund të hapë një derë të re, ndërsa një çështje financiare që ishte ngatëruar fillon të zgjidhet. Mos u tërhiq nga frika, sepse ndryshimi që po ndodh është për të mirën tënde. Në dashuri, ndjenjat stabilizohen dhe dikush që të do vërtet do të tregojë për kushtim të sinqert. Sot, gjithçka që prek ka potencial të kthehet në fitim, nëse ndjek intuitën tënde. Binjakët, një ditë ku fati dhe intuita bashkohen për të çuar drejt një mundësie të madhe. Nëse je duke menduar të ndryshosh punën apo të fillosh një projekt, energjitë janë të hapura për sukses. Paratë mund të vinë nga një burim I papritur, një bonus, pagesë e vonuar apo ndihmë. Mos u habit nëse sot një person I rëndësishëm të ofron diçka që mund të ndryshojë rrugën tënde. Në dashuri, lëre komunikimin e sinqert të afrojë me personin që të do. Sot, universi të fton të mos e nënvlerësosh asnjë takim, asnjë fjalë, sepse çdo gjë po ndodh me qëllim. Gaforja, sot do ndjesh një qetësi të thellë që të jep besim në vetvete. Në aspektin profesional, një projekt që kishte ngecur do të rifillojë me fuqi të re, dhe do të ndjesh se njerëzit më në fund po e vlerësojnë mundin tënd. Një pagesë që e kishe harruar ose një ndihmë financiare mund të vijë si surprizë. Në dashuri, një bisedë e hapur të ndihmon të kuptosh më mirë nevojat e tua emocionale. Sot, mos lejo asnjë dyshim të të ndalojë. Gjithçka po shkon drejt një drejtimi shumë më të mirë se sa mendon. Luani, një ditë që sjell vlerësim, lavdi dhe rikthim të energjisë pozitive. Në punë, mund të marrësh një lajm të mirë nga dikush që nuk e prisje. Në aspektin financiar, një pagesë e vonuar ose një mundësi fitimi do të vijë si bekim. Sot, çdo hap që hedh me vetbesim do të shpërblehet shumë fish. Në dashuri, momentet romantike të rikthejnë pasionin dhe stabilitetin. Mos haro. Kur drita e brendshme shkëlqen, universi pasqyron të njëjtën dritë drejt teje. Virgjëresha, energjia e 13 nëntorit sjell qartësi dhe lehtësim. Një projekt që të ka lodhur emocionalisht do të japë më në fund rezultate konkrete. Në punë, dikush do të vlerësoj publikisht ose do të japë mbështetje që se prisje. Paratë fillojnë të stabilizohen, por mos I shpenzo menjëherë, sepse një investim I vogël mund të kthehet në fitim të madh. Në dashuri, energjia e sotme forcon besimin midis partnerëve dhe sjell harmoni. Sot është dita për të shijuar frytet e durimit tënd. Peshorja, një ditë që flet për drejtësi, ekuilibër dhe shpërblim. Në punë, një mundësi bashkëpunimi ose një propozim I ri mund të hapë një kapitull të rëndësishëm. Paratë që ke pritur po afrohen, universi po shpërblen qëndrueshmërinë tënde. Në dashuri, energjitë janë të buta dhe ndjenjat e thella dalin në sipërfaqe.
Sot, gjithçka që ndodh ka një kuptim të thellë shpirtëror. Beso në procesin, sepse universi po punon në heshtje për ty. Akrepi. Sot, çdo ndryshim që ndodh është pjesë e një transformimi të madh personal. Në punë, mund të marrësh një vendim që të çliron nga një barë e vjetër. Në aspektin financiar, fati është në anën tënde, paratë lëvizin lehtë dhe një pagesë e vonuar vjen në kohë. Në dashuri, dikush që ka ndjenja për ty mund të shprehet më qartë. Mos i shmang bisedat e sinqerta, sepse ato janë çelësi për qetësi dhe përmirësim. Sot, gjithçka që ndodh është mënyra e universit për të treguar se je në rrugën e duhur. Shigjetari. Një ditë me frymëzim, mundësi dhe bekime financiare. Mund të marrësh një ofertë të re ose një ide e vjetër mund të sjellë fitim. Paratë fillojnë të qarkullojnë më lehtë dhe universi po të shpërblen për iniciativën. Në dashuri, komunikimi është çelësi për ta mbajtur energjinë të pastër. Sot, dëgjo zemrën, sepse ajo do të udhëheqë drejt zgjedhjes së saktë. Energjia e ditës të ndihmon të lësh pas frikën dhe të përqafosh mundësitë që po hapen. Britsjapi. Sot ndjen një lehtësim pas një periudhe tensioni. Në punë, përpjekjet e tua të vazhdueshme po japin rezultate të dukshme. Një mundësi financiare mund të vijë përmes një kontakti që se kishe menduar. Në dashuri, marrëdhëniet e sinqerta forcohen, ndërsa ato pa themel largohen natyrshëm. Kjo ditë është bekim për të gjitha përpjekjet që ke bërë në heshtje. Mos e minimizo suksesin tënd, është koha për të pranuar që po ngjitesh më lart. Ujori. Sot ndjen një shtysë të fortë për të ndryshuar diçka në jetën tënde. Një mundësi pune ose bashkëpunimi i ri mund të sjellë përfitime financiare. Në dashuri, dikush nga e kaluara mund të rikthehet, por këtë herë me qëllime të pastra. Sot universi po të jep shenjën që ke pritur për të nisur kapitullin e ri. Mos i neglizho idetë që të vinë, sepse ato janë udhëzime shpirtërore. 13 nëntori është dita për të besuar se je gati për hapjen e radhës. Peshqit. Një ditë me shumë dritë dhe qartësi. Në punë, idetë e tua marrin vëmendje dhe mund të sjellin fitim. Në aspektin financiar, fati është në anën tënde, një shans i vogël mund të kthehet në bekim të madh. Në dashuri, një ndjenjë e re po rritet ngadalë, por me intensitet. Mos i shmang ndjesitë, ato janë udhërrëfyesit e shpirtit tënd. 13 nëntori është dita kur ndjen që diçka po ndryshon thellë brenda teje, dhe universi po të shtyn drejt një faze të re paqeje, bollëku dhe dashurie. Sot është dita kur paratë, fati dhe mundësitë e reja fillojnë të marrin drejtimin e duhur. Mos e haro. Ajo që është për ty, nuk mund ta ndalë askush. Nëse kjo video të frymëzoi, lëre një like, shkruaj në komente. E pranoj bollëkun që universi ka për mua, dhe mos haro të abonohesh e shpërndash videon, që energjia e mirë të qarkulloj edhe te të tjerët.